Hi Fancy Babies, mirë se erdhët në kanalin tim. Sot do t'ju tregoj një vlog se çfarë do të bëj gjatë ditës time. Është një vlog që ju ma keni kërkuar, prandaj unë do ta realizoj këtë video, një ditë me mua se çfarë do të bëj gjatë ditës. Sot jam pushim dhe besoj se do të shkoj në plazh. Pas dite besoj se do të dal pak të shoh ndeshjen e finales të Europianit. Në pas dite besoj se do të dal pak të blej ndonjë gjë. Në pasite të vonë, më thërë, kur të vi nga plazhi, se do të shkoj në plazh si qëtash. Do të tregoj edhe një klip të shkurtër të produkteve që do të marrë me vete, kremin e diellit, peshqir, gjërat esenciale. Prandaj, ju ftoj të ndjekim videon, të ndiqni videon, dhe mos harroni të më bëni subscribe dhe të më bëni like. Po marrë me vete kremin e fytyrës dhe kremin e trupit. I kam vendosur në çantën time të palestrës tu, pasi më pak gjëra do marrë, sepse disa orë do shkoj të qëndroj, një lidhës për flokët, një antidjerës, peshqiri, kuletën, portofolin, do më thënë, një palë kufje, do më thënë, këta janë paka shumë gjëra të thjeshtë që do të marrë për të shkuar në plazh. Po shkoj në paradite, do të shkoj deri të rri deri në pasdite, dhe pas do kthehem. Kjo është edhe veshja, kam veshur një palë pantallona të shkurtra, këtë bluzën dhe kam veshur edhe kostumin e plazhit që e kam me ngjyrën bojqell. Kam bërë një make-up shumë të lehtë, që është jam kënaqur edhe nuk kisha shumë mendjen të xhiroja dhe më pas po e shija telefonin që po më fike sepse bëra shumë foto me motrën. Edhe kështë edhe nipi. Edhe thash prit njerë se duhet të xhiroj dhe mora telefonin duke xhiruar disa pjesë të vogla dhe ja ku jam edhe unë me peshqir. Si që thash, kam qëndruar gjithë ditën në ujë dhe do e shihni edhe te klipi tjetër dhe ja ku jam unë. Si që kam qëndruar gjithë ditën në ujë, do t'i tregoj edhe pas ditën, pasi do shkoj edhe te një supermarket që do blej disa ushqime që ju thash në fillim. Dhe do t'ju lutem të shihoni këtë pamjen e detit me pak muzikë. Nuk është se filmoj në supermarkete, por doja t'ju tregoj se çfarë bëj gjatë ditës ose disa gjëra që do të bëj. Edhe këtu do blej disa gjëra që do t'ju tregoj më pas te klipi tjetër, ku do t'tregoj edhe nga kush jam inspiruar për të filmuar këto videot e ushqimeve që i bën super bukur një youtuber, që do ta përmend më vonë. Dhe këtu janë ushqimet bio, unë kam shumë qejf të blej këto ushqimet bio. Edhe ja ku erdha unë nga pazari, do ta filmoj në dhomë pasi ka më shumë dritë. Kjo qesja që ka këtë patatën e ëmbël, të cilën ju sugjeroj që ta blini pasi ka shumë vitamina. Unë marr gjithmonë një ose dy, se nuk është se më duan më shumë, edhe është shumë e mirë. Kjo pica këtu, të gjitha çmimet që i kam marrë, domethënë nuk janë të shtrejta, gjitha domethënë shumica që më ishin ofertë. Është kjo pica këtu. Aty kam bler ca djath për pica dhe majonezë. Që majoneza ishte në ofertë diku te 1100 lekë. Kështu që super. Ndërsa aty janë vezë dhe disa kebab pa spec. Nuk kam bërë ndonjëherë supermarket haul, domethënë ju tregova se çfarë bleva pas ishte te supermarketi. Tani do bëjmë gati sepse do të dal. Supermarket hauls që më pëlqen më shumë nga youtuberat që bëjnë është e Jona. Ajo bën video të shumë të bukura ushqimi, ka bërë me ngjyra të ndryshme. Por doja, me qenë se unë nuk kam bërë asnjëherë supermarket haul dhe nuk është se jam kështu në një profesioniste, thjesht po i tregoj ushqimet që kam bler. Te kanali e Jonës keni sfidat e ushqimeve nga më të bukurat dhe këto po e them pasi ajo më ka inspiruar shumë që edhe unë, domethënë, të tregoj se çfarë kam bler në supermarket. Inspiruar shumë që unë të tregoj edhe pa komplekse se çfarë kam bler
dhe të xhiroj gjithashtu edhe në dyqane.